Moderatorja shqiptare Hedi Baci është një emër mjaft i njohur në showbizin shqiptar. Për sa kohë ishte në shtëpinë më të famshme, ajo krijoi një romancë me Romeo Veshajn. Gjatë emisionit, në mesin e shumë pyetjeve nuk munguan as ato për jetën e saj private. Hedi deklaroi se ndjehet në paqe me veten dhe rrethin që e rrethon. Sot jam mirë me veten time, me punën, familjen e kam mirë, mendoj që shëndeti është gjëja më e rëndësishme dhe unë derisa të jem e shëndetshme, mami, babi e të gjithë mirë, unë do të jem e lumtur, tha ajo duke treguar se nuk po e vuan ndarjen nga Romeo as pak. Na duhet t'ju kujtojmë se ish çifti Romeo dhe Hedi kanë qenë mjaft të përfolur në mediat roz, teksa për sa kohë ishin të lidhur, pushtonin portalet.